Tani do të shkojmë në Lushnjë, takim elektoral i Shqipëria bëhet. Një nga bashkëthemeluesit e kësaj force politike, Adriatik Lapaj, po mban fjalën e tij. Një, dy, okej. Për të prisë syrin e keq. Një duar trokitje për gjithë lushnjarët dhe mizeqarët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ditë e bukur shumë. Ata me balt dhe qytetarët po shtohen. Ata me shpifje dhe tyta, shpifjesh, dhe qytetarët po bashkohen. Ata me sulme dhe ne po gjim forë se nuk po ndalemi. Është kohë për Lushnjën e Madhe. Të dashur miq, ne nuk na ndalën me panon e shok të tjerë. 15 vite më parë kur e nisëm si dim që nuk i njën dhe tush, e jo më sot që na dojnë e më shtet gjithë Shqipëria e diaspora, nuk ka kësi pas. Ata që nuk kanë çfarë t'i japin në Shqipëris, sepse i kanë dhënë njerin, i kanë dhënë largim të rinis, i kanë dhënë shpërfitirim ekonomik, sot të vetmin argument kanë, është të na sulmojnë ne, pse po kërkojnë garën, po luftojnë për garën, e po mbajnë fjalën për garën, duke ardhur para qytetarëve me lista të hapura. Çfarë krenarie të na sulmojnë pse jemi subjekti që nuk ka pranuar që kryetari të ripari, që antarët e kryesisë të marrin drejtin e veçarqe, po kemi pranuar të rinë në gasit barabart. Mund Jemi drejt për drejt me takimin që Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, bashkëthemeluesi i saj, po zhvillon në qytetin e Lushnjës. Më herët ndoqëm edhe përfaqësuesin e Nismës, Pano Soku, i cili mbajti fjalën e tij. Shqipëria bëhet dhe Nisma janë bashkë në një koalicion, ndërkohë që janë përfolur shumë ditët e fundit për bashkimin ose jo me ta të deputetit demokrat Darsula, i cili nuk pranoi të ishte në listën e hapur të Partisë Demokratike, pati negociata dhe fillimisht u regjistrua në listën e Nisma Shqipëria bëhet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve më datë 11 mars, por me sa duket pas mosmarrëveshjeve që patën me njëri tjetrin, nuk është konkluduar marrëveshja e tyre dhe Darsula është tërhequr nga lista e Nisma Shqipëria bëhet. Aktualisht është zoti Adriatik Lapaj, bashkëthemeluesi i Shqipëria bëhet. Do shta ka një problem
teknik. Shqipëria bëhet ka zhvilluar takime në disa qytete të Shqipërisë, Lushnja ishte e radhës, ndërkohë Dreti Klapaj ka ndaluar për një moment, pasi është hoxha që po këndon ezanin dhe në respekt të hoxhës dhe të besimtarëve musliman, Klapaj po lë të dëgjohet i plot ezani. Nuk ka pasur ende një reagim, ndërkohë nga Darsula, lidhur me të ardhmen e tij, se me këtë kandidoj, nëse mund të kandidoj për zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë ndjekim zotin Lapaj. Për të gjithë besimtarët musliman të vendit tonë, Ramazan të pranuar. Qoftë muaj bekuar. Pra ata sot shohin si problemin më të madh eksaktësisht atë që është zgjidhja më e madhe, Sot për ata, zgjedhja jonë, sfida jonë për të shkuar në listat e hapura, është pasqyra që i nxjerr shëmtuar në sytë e popullit dhe të vërtetës së madhe që ka shkatruar Shqipërinë. Po ndalem pak për të shpjeguar çfarë është kjo zgjedhje që kemi bërë dhe pse është zgjedhja e durë dhe e guximshme. Sigurisht që Adriati Klapaj mund të zgjidhte si këta të tjerët, të renditej në Tiranë i pari, e të rinde në për televizion, e të pinte, e të tave, e të qeshte, si shbëjnë këta. Por jo, zgjodha të zbres në listë hapur, dhe jam i 3 vjeti, as i pari, as i dyti, as i treti. Sepse në këtë betej, nuk kam hyrë për të shkuar deputet, po kemi hyrë për të demokratizuar vendin a dhënë tonë. Pano, Endri, janë e më poshtë se unë në listë, sepse kështu e përcakton ligji, dhe ky është guximi. Dalin e thonë, kanë vënë prindrit, thonë për babajin tim, babaj im është atje ku është, i bjeni qafë, o tjetër gjë. Po, ekipi kryesis ka vendosur prindrit e të afërmit për një arsye shumë thjeshtë, për t'i dhënë juve garancinë që ata nesër do t'i djegin listat e mbyllura. Po pse s'ka gjë, më mirë do bëhet. Po pse erdhëm në këtë pikë? Pse erdhëm në këtë pikë? Se nuk është se zgjuam një ditë dhe thanë do bëjmë këtë, jo. 14 muaj më parë shkruam një projekt ligj, i cili bazohej në një vendim të gjykatës kushtetuese që detyronte parlamentin ta shpënte sistemin e mbyllur. Shkruam një projekt ligj për hapjen e sistemit dhe të listave dhe ja quam parlamentit 140 deputetë në emër të përveçëm secilit. Si do thoni ju, a e mori në një prej tyre që çonte përpara sipas kushtetues? 0, asnjë. Pas kësaj, zbritëm qytet në qytet, erdhëm dhe këtu në Lushnje, ku morëm rreth 1500 firma nga ju të nderuar qytetarë. Dhe quam në parlament 2 projekt ligje, një për votën e diasporës, që ja dole me për cilën jemi krenar. 2. Hapjen e sistemit zgjedhor, demokratizimin e Shqipërisë. Nuk e miratuan, se miratuan sepse ajo është mundësia që ata ta mbajnë peng popullin tonë si që kanë mbajtur. Nuk u dorëzuam, e morëm dhe e kundërshtuam atë vendim në gjykatë kushtetuese. Por ju e dini si ky vend. Në gjykatë kushtetuese prap nuk e lejuan, duke synuar ta mbajnë peng Shqipërinë. As sham, as maukuam, as gjyqtarët e as një tjetër. Por zbritëm dhe kërkojmë sot politikisht ti shpartalojmë ato lista përmes djegjes listave të mbyllura, që nesër të shkojmë të japim parlament.
Për ne, do kishtë qenë shumë komode të zinim të gjithë kryetarët e televizjes, vëndet e para në përqarqe, si shplukunia së djeshme se keni parë pozien, por jo një zëri vendosëm, të zbresim në listat hapura, le të shkojnë në parlament i dignitet, ose kur mos shkofshim, o be dignitet, o kur. Ndaj, kur të qojni nga kyshesh, flisni me njerëzit, mos i lini të manipulojnë, bindini që kjo është mundësia për ta qarë sistemin e tyre, që sa herë u rrezikohet bëhen bashk, sa herë kërcënojnë ekzistencë bëhen bashk, sepse për ata nuk është thjesht politik, po është biznes me vlerë 9 miliard dolar, aq sa vlen buxheti i shtetit shqiptar. Po çfarë kemi kërkuar ne? Se ne ende si jemi në fushatë, se kur të nisë fushata, do jetë aqe zjarë dhe aqe madhështore, sa do e kuptojnë çfarë kanë bërë. Ne nuk kemi dalë këtu, tu themi njerëzve, si shde i dëgjuat këta tanët, tu themi njerëzve, na votoni ne, se ne jemi më të mirë se ata. Ne nuk kemi dalë në për Shqipëri e në për diaspor, tu themi njerëzve, ne jemi më të zgjuar a më të ndershëm se ata. Ne nuk kemi dalë për të bërë këtë ndasi. Ne kemi dalë për të kërkuar njerëzve një bashkim të madh, pavarësisht dallimeve, për të demokratizuar Shqipërinë me 4 shtylla kryesore. 1. Vota e diasporës për të cilën luftuam dhe realizuam. 2. Demokratizimi i Shqipërisë përmes hapjes së listave, që të mos i zgjedhin më kryetarët deputetët, por të i zgjedhin qytetarët. Unë të nderuar qytetarë të Lushjes, kam sot një pyetje për ju. Pasi erdhën para 4 vitesh dhe u morën votën për të qeverisur, deputetët që votuar përmes partive të tyre, a erdhën më për 4 vite të mbledhin e të pjesin për ligjet që miratojnë në atë parlament? Po apo jo? A e dini pse nuk kanë ardhur? Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëni ju, po i bëjnë kryetarët. Sepse ata e din mirë që deputet nuk i bëjnë qytetarët, po i bën partia. Do kryetari i rendit në listë fituse, s'do kryetari se nuk i shërbejnë, i nxjerr nga lista. Dhe kjo është ajo që duam të bëjmë. Ta shpartalojmë të sistem bandash që i detyron njerëzit të votojnë të keqen më të vogël. Miq, e treta, ne kemi kërkuar ligjin për referendumet. Çdo me thënë ligji për referendumet. Këtu mes nesh kemi Flogert Goriçanin, që është përfaqësues e kandidati jon për Oskovecin. Një nga kandidatët. Do shkojnë e do bëjnë aty një termocentral me teknologji të viteve 70. As po pyesin asnjëri, as po marrin mendim të asnjëriu. Qytetarët të traumatizuar shohin se si ti ikin edhe nga ajo krahim bujqësore e mrekullueshme. Shikoni çfarë bëri me kampin e refugjatëve në Lezhë. Ul hëngri një drek me kryeministren e vendit mik fqinj dhe tha hajde bëre pa pyetur askënd. Shikoni me vendime të tjera që i marrin nga një orkanjësi, nga mjedisat ndërkombëtare, sepse këta e trajtojnë Republikën si pronë të babait, si qiflik personal, përmes ligjit për referendumet. Ne duam ta zhbëjmë këtë garanci një herë mirë për çdo që vjen në pushtet, pavarësisht nëse e ka emrin Edi, Sali, Pano, Adriatik, Endri, Eda, nuk e di. Rëndësi ka të vendosim një sistem që e ndalon abuzimin në pushtetin. Ne e kërkojmë bashkimin për ligjin për referendumet, sepse ai është çelësi magjik që fjalën e fundit e kthen te ju qytetarët. Ligji për referendumet do të mundsoj që të gjitha vendimet e politikës, VKM-t e qeverisë, ligjet e parlamentit, vendimet e këshillave bashkiake në pushtetin lokal, të mos jenë fjala e fundit, kur ato vinë hapur në kundërshtim me interesin publik. Fjalën e fundit ta kenë qytetarët përmes referendumeve, duke u thënë ndalu bek se ka ndek.
4. Kujtoni në tavolina tuaja, në mbasdite, në shtëpitë tuaja, me miqtë tuaj. A uleni ju dhe diskutoni dhe thoni, po këta e vjedhin votën, po këta kanë komisionerët, po këta kanë numërusit. A ka 34 vite këtu që asnjë palë si pranon zgjedhjet. Sa herë umbet njëra palë, thot mi vodhi pala tjetër. Ajo që ja kanë vjedh një herë, ku fiton, thot mi vodhin këta të tjerët. Është kështu apo jo? Sepse sistemi është i kapur përmes organizimit të zgjedhjeve politike nga një sistem që numërosit e të gjithë strukturat e administrimit të zgjedhjeve i kanë nga partit e mëdha politike të deri sotshme, se nuk janë më të mëdha, të mëdha kanë vetëm të keqen që i kanë bërë Shqipërisë tashmë. Çfarë synojmë ne? Ne synojmë transformimin e këtij ligji. Ne synojmë që të depolitizohet administrata zgjedhore, që do të thotë administrimi i zgjedhjeve në Shqipëri në të ardhmen të mos bëhet më nga partitë politike, po të bëhet nga profesionet e lira që mbajnë përgjegjësi para ligjit. Avokatët, noterët, pastaj nga gjyqtarët, prokurorët, siç e ka Greqia. E nëse del që në një kuti votimi ka qoftë dhe një vot gabim, ai përveç se shkon kokër të burgut, përveç se shkon te burgu, humbet dhe licencën e profesionit. Kjo do na sjell garanci për të pasur më në fund zgjedhje të lira e të ndershme. Paramendoni ju se keni një ekip futbolli që ka qenë me nam kur kam qenë në gjimnaz, me thënë drejtën, e mbaj më mirë, sikur ju të merrni pjesë në kampionat, pra të merrni pjesë si ekip futbolli në kampionat dhe të pranoni që të gjitha ndeshjet e lushnjës, edhe kur bën derbin me Fierin, të arbitrohen nga arbitrat e Fierit. Shkon kjo apo jo? Këtë duam të shbëjmë. Dhe do të shbëjmë me mbështetjen tuaj. Pra lufta jonë është parimore për këto 4 pika nga të cilat votën e diasporës e realizuan. Nuk do ndalemi derisa të realizojnë dhe 3 të tjerat. Të dytën hapjen e sistemit, po e aplikojmë tashmë për ne zgarimit tonë me listat të hapura dhe nesër në parlament duke imponuar ndryshimin e ligjit elektoral. Tani vim te programi jon politik për hallet tuaja të përditshme. Nuk bëhet Shqipëria, thonë, po sigurisht po të bash një qeveri që është përfaqësuese e shtetit më të varfër të Europës, por që mban një avion personal qeveritar më të madh se shtetet më të fuqishme të Europës e që na kushton 15.000 euro ora e fluturimit. Nuk bëhet dot Shqipëria. Po sigurisht po të bësh fasada të ministrit të ndërtosh tunela për vilat e tyre, nuk bëhet Shqipëria. Po të avionësh, nuk bëhet Shqipëria. Jo. Po sigurisht që bëhet. Nëse ti bën një program dhe sjell një klasë të re politike me një sistem demokratik që paratë e subvencioneve i çon te fermerët. Më lejoni miq, tu flas për bujqësinë. Ndoshëm një pjesë të fjalimit të Adriatik Lapaj në takimin që Shqipëria bëhet po zhvillon në Lushnjë, ne do shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.